Diçka që e njën shpesh e që nuk është e vërtet hiq, thojnë Nuh alayhi salam 950 vjet i ka thirr njerëzën në islam, e kjo nuk është e vërtet. E di që çuditesh, kjo nuk është hiq e vërtet. A din cila është e vërteta? E vërteta është që Nuh alayhi salam i ka thirr popullin e vet, thot Allahu azza wa jalla në islam, 1000 vjet pa 50 vjet. Mos gabo më thonë është e njëjta. Nuk ka kësi kulture, kësi edebi me Rabbul Alamin. Allahu azza wa jalla ka thonë 1000 vjet pa 50 vjet, thuj 1000 vjet pa 50 vjet. Po njëjt pi bjen. Po njëjt pi bjen nuk i thuhet babës tanë, nëse ki pa kultur. E lërë ma Rabbul Alamin. Allahu e din pse t'ka thonë 1000 vjet pa 50 vjet. E di që ti kitroni i kinezëve ta qetë njëjt. Këto e di une. Po ai respekti që dohet me pas për ajetet e Kuranit lyp që na me thonë 1000 vjet pa 50 vjet. Jo 950 vjet. Kush të mësoj ty me u sjell kështu me ajetet e Kuranit. Ma e men, në qofë se kështu silesh, kur së në mësën kur gja. Po shkak se kur të thot 1000 vjet pa 50 vjet është sigur të të bëhet tat, kështu se që tu ka diçka, ti e shku 950 vjet dhe ke ka përcy. Shku ti hala pa më rrimire ke këthy 950 vjet edhe ke ka përcy. Ajo kanë si signal për ty kështu se që tu ka diçka. Ty s'ka interesu heq, veç 950 vjet edhe ke ka përcy. Kështu që për fund bëtë thamë musliman, kujdes me ajetet e Kuranit, kur të thuje që shdojt në qafsh prej atyne që e mon amanetin. E në kafsh prej atyne që e thën amanetin theje, ama mos prit suksesin. Suksesin prite kur e thu qyshe ka thonë Allahu azza wa jall, qyshe ka thonë Muhamedi alayhi salam, edhe i rrim besnik sajna. Nuk e ndryshon se ty të vjen ma let. E lusëm Allahun azza wa jall më na bëj për muslimanëve të mirë.